kriminal, por si fenomene. Pse nuk i prek, Aulon, pse nuk i prek? Nuk e di. Nuk e di pse nuk i prek. Prandaj unë po i sjell vëmendje. Ka dhe një problematik në qasjen si vëzhgon Odiri, sepse duhet ta dini që Odiri është thjesht vëzhgim dhe ai raporton për gjërat që shikon vet. Nëse ai nuk është aty kur ndodh krimi dhe kur ndodh nuk është për bërë analizë. Ata mundet që ta raportojnë si një gjë faktike dhe si një gjë të parë. E kuptova. Ata fakti që përdorin shprehjen ka shqetësime edhe për këtë, tregon që nuk e kanë të vërtetuar vetë nga vëzhguesit e tyre. Aulon. Kjo me të thënë drejtën as nuk do konfirmimin OSB Odirit, sepse unë nuk jam në njëri infantil, do me thënë që të pres konfirmimin OSB Odirit për ato gjona që kam pa vetë në terren. Unë mendoj që po të ishte raporti i besueshëm, sigurisht që do t'i prekte këto raste, të cilat janë deformimi i votës shqiptarëve dhe natyrisht grupe kriminale kanë bë vota për këtë. Ky është fakt kjo që them unë dhe ju do ta shikoni vetë se si prokuroria SPAK-u këtë rast, prokuroria posaçme, i ka dosje e tyre në shqyrtim dhe këto deputet nuk do e gëzojnë mandatin. Ne këtu do jemi e do ta diskutojmë prapë. Ajo që unë e përshëndes OSB Odirin në raportin e vet është çështja që unë kam ngritur me forcë dhe nesër personalisht do t'i drejtohem gjykatës kushtetuese për këtë çështje, përsa i përket kodit zgjedhor që ja pamundson kandidatit procesin e rregullt ligjor në raport me hapjen e kutive ose atë që quhet kontestim i rezultatit. Kodi zgjedhor shqiptar pretendon, pra është shkruar nga partitë politike që e ka ekskluzivitetin për ta bërë këtë proces vetëm partia politike, ndërkohë që ky nen është antikushtetues, edhe për këtë çështje unë i drejtohem nesër gjykatës kushtetuese për ta vënë edhe në prova të, për të shikuar se sa ajo do ta zbatoj kushtetutën, sepse ka të bëjë me garantimin e procesit rregullt ligjor, mua si individ dhe si kandidat të rreth. Ne si ja kemi deleguar shpirtin as partisë as dikujt tjetër dhe këtë betejë do duhet na e garantoj kodi zgjedhor. Dhe së dyti, për çështjen e kolegjit zgjedhor, e cila nuk njeh legitimitetin e kandidatit pikërisht për këtë çështje. Unë mendoj që OSB Odiri dhe Komisioni Venecias i ka rekomanduar qeverisë shqiptare ose faktorit politik në Shqipëri, parlamentit shqiptar, këtë akses kandidatët duhet ta kenë. Fakti që këta nuk e kanë bërë, sigurisht që ajo e përmendi dhe kësaj radhe. Shiko, raporti është 46 faqe, unë preka vetëm pikat më kruciale, por i ka rënë shumë lehtë për mendimin tim ky raport zgjedhjeve në Shqipëri. Aulon, vetëm një sekond. Po thua që është e përcaktuar në kodin zgjedhor që kandidati ka të drejtën për hapjen e kutive? Jo, nuk është e përcaktuar në kodin zgjedhor që kandidati ja ke kërkuar. Po, është krijuar tashmë. Prandaj po e bëj këtë betejë, do të shkojë kushtetuese nesër. E kuptova. Dhe çfarë pret nga gjykata kushtetuese se kjo është e përcaktuar në kodin zgjedhor, është dakordsuar midis partive? Po pra këtë po them unë, është antikushtetuese. Nga gjykata kushtetuese pres që të zbatoj kushtetutën edhe të rrëzoj këtë pikë të kodit zgjedhor. I cili duhet të në koshin e mbeturinave, apo jo? Ju po e kuptoni edhe nga ky raport i OSB Odirit se ne këtë punë kemi më bursajer, bëjmë zgjedhje dhe ndryshojmë kodin zgjedhor. Jemi kthyer në Republikë bananesh, ju e kuptoni, nuk jemi serioz, apo jo? Ndryshohet kodi zgjedhor sa herë ka zgjedhje, është shpenduri. Gjeni vend tjetër të botës që ndodh kjo. Partisë Demokratike ja kërkon diçka të tillë? Po patjetër që ja kam kërkuar.